Hoffman dhe shumë grupe thotë duke parë një qetësi të plotë gjatë meditimit, gjatë faljes, thotë besimtarëve, sidomos gjatë thanjes së fjalës Allah, thotë kemi një studimi nga aspekti psikologjik. Thotë kemi vërtet thotë te aja e parë, Allah fjala thotë diafragma, kjo është muskuli i cili të kurret, nëse një jeton 60 vjet, një 478 milion herë. Ky muskull e ndan, nuk pushon pa pra, ka fazën kanon nga zgara e barkut. Ky muskull thotë fjala Allah, aja e parë ngritet lart, një përgatitje. Lëja e dytë, thotë mbushen të gjitha bronshet dhe bronkeolet, thotë mbushen të mushkël. Do të thotë arrit një qetësi e sistemit respirator. Lëja e dytë, mushrit janë të mbushura tërësisht dhe Allah, hyja e tretë në fund, thotë arrihet qetësia e zemrës. Prandaj te fjala Allah thotë kemi vërtetuar që arrihet një baraspeshje e plot e sistemit kardiopulmonar. A ky sistem, këto dy sisteme kryesor në të cilat funksionon organizmi.